Përshëndetje, sot po përgatisim edhe një turshi tjetër, turshi e kombinuar ose e përzier dhe fillojmë. Së pari marrim kastravecat edhe i ndajmë në pjesë të holla. Largojmë bishtin edhe majen edhe tash i ndajmë kështu. Përpos kastravecave do të përdorim edhe speca, karrota, lule lakër. Të gjitha perimet unë i ndaj në pjesë të holla kështu siç mund ta shikoni. Njëjtë pra specat, karrotat, kastravecat e më pas do të shikojmë edhe lule lakrën. Sasia e perimeve që po përdor për këtë recetë duhet të jetë nga 1 kilogram prej secilit lloj. Pra 1 kilogram kastraveca, 1 kilogram speca, 1 kilogram karrota edhe 1 kilogram lule lakër, si dhe 1 kilogram domate të gjelbërta. Unë këtë recetë e përgatiti si pas dëshirës sime. Pra, këtë rast, kam e përdor ma shumë kastraveca dhe lule lakër, e më pak karrota dhe speca. Domate të gjelbërta nuk do i hedh sepse kështu e duan antarët e familjes sime. Prandaj edhe ju mund të përgatisni këtë recetë si pas shijes edhe dëshirës suaj. Nuk do me thonë që duhet patjetër krejt nga 1 kilogram pra për të përgatitur recetën. Nëse i hani më shumë kastravecat, shtoni më shumë kastraveca, ose lule lakër, ose speca. Cilën nga perimet e doni më shumë, shtoni më shumë. Të tjerat i shtoni më pak, sa për të dhënë shije pra turshijës. Pastaj krejt i bojmë bashk, i përzim edhe kështu derisa të përfundoj me krejt perimet. Tani vazhdojmë edhe mbushim kavanozat. Ato që po përdor janë kavanoza 720 ml. I mbushim atë sa do të na dalin. Të shikojmë pra se sa kavanoza do të mbushim. Pasi të kemi mbushur kavanozat, vazhdojmë dhe tani shtojmë krypën, 2 lugë të mesme me kryp. Në secilin kavanoz, 2 lugë të mesme me kryp. Recetë është e thjeshtë, por që vërtet bëhet tepër e mirë. Përpos krypës, shtojmë edhe sheqerin. Marrim sheqerin edhe secilit kavanoz ju hedhim nga 1 lugë sheqer. 1 lugë kafeje sheqer. Këtu shtojmë edhe uthull sallate 9%. Uthull e bardhë, gjysej 5 lugë të mesme. Deri në 6 lugë, por jo më shumë. Unë 5 lugë të mesme po i hedh. Secilit kavanoz pra njëjtë. Biber të zikokra 5 gram. Janë të mjaftueshme për 6 kavanoza. Edhe në fund ujë të vluar. Ujin sapo e kam vlu, me njëherë ashtu të nxehtë, pa e lanë me uftof as pak, i mbushim kavanozat. Edhe kjo është turshia, shumë e thjeshtë për ta përgatitur. Nëse doni që turshin ta ruani për dimër për më gjatë, i mbyllni mirë kapakët e pastaj turshien e vendosim në tenxhere, ku kena me bë edhe vlimin e kavanozve. Kështu, kur kavanozat i vlojmë, më lehtë krijohet vakumi. Edhe turshia na qëndron gjatë, pa u prishur fare. Kjo turshi pra përgatitet pa konzervues edhe bëhet tepër e mirë. Tash pasi që i kemi vlu për 5 minuta, tash i mbulojmë me njëherë, ashtu të nxehta, edhe i la kështu derisa të ftohen deri të nesërmen. Pasi të jenë ftohur, i kontrolloni a janë vakumu edhe tash turshia
është gati, e leni në vend të ftohtë dhe kështu mund të hapni pas 2 javë. Kjo ishte receta, mirëmbëjtje.